Këto janë pamjet ekskluzive të sigurura nga shteti, që tregojnë dinamikën e atentatit mafioz në një nga zonat më të sigurta të vendit, vetëm pak metra larg aeroportit ndërkombëtar Nën Terezë. Ngjarja ka ndodhur në më pak se në 1 minutë, në një zonë të populluar ku ndodhen 10 kamera sigurie dhe forca policore. Mesditën e së martës së 11 nëntorit 2025, u ekzekutua një emër i njohur për lidhjet e tij me kulturat e popullit së tij, Ilmando Dani.